Dy raste janë evidentuar nga hetimi tatimor në drejtorinë e tatimeve në Shkodër që kanë abuzuar me karburantet dhe për të cilat po ndiqen hapat ligjor. Kjo është bërë ditur për TV1 Channel nga drejtori i tatimeve Mark Laloshi, i cili shton se paralelisht ka nisur puna për të evidentuar edhe rritjen abuzive të çmimit të karburantit, ndonse kompanitë kanë rezerva dhe akciza ka hyrë në fuqi vetëm në muajin janar. Ka pas abuzime, që është e vërteta, megjithëse ne kemi disiplinuar shumë si treg, duke vënë kasa fiskale të tilla që po të nërpritet puna regjistrimit kasave fiskale, nërpritet edhe furnizimi me karburant në atë moment. Gjithsesi, ka pasur bizdese që janë kallëzuar edhe nga institucionet që merren me këtë problem, për sa i përket vendosjes së macave më të vegjël se sa që duhen në të vërtetë. Pra, që të masin me pak se 1 litër. Supozojmë, kanë manipuluar me këto aparate, macë. Shkoda ka pasur 2 raste të tilla, të cilat janë futur në hetim nga drejtoria e hetimit tatimor. Një abuzim tjetër është vënë re kohët e fundit edhe me rritjen abuzive të çmimit të karburanteve. Ne të gjithë dimë se akcizat kanë hyrë në fuqi me 1 janar, por rritja filloi që në fund të muajit dhjetor dhe që në fillim të muajit janar. Kjo duket që është abuzive, një çmim abuziv. Në lidhje me këtë, ne sigurisht nuk mund të ndikojmë në çmime, por do të ndikojmë në vjeljen e plot detyrimeve. Lidhur me mbledhjen e taksës vendore nga tatimet, ajo hyn në fuqi në shkurt dhe Laloshi shton se nuk do të ketë as pak ndikim ky kalim, duke hedhur poshtë zërat se heqja nga bashki do të ulë rendimentin. Kjo do të nisin me fillimin e shkurtit, pasi thash deklarimi pret deri në fund të shkurtit. Do të fillojmë menjëherë administrimin e këtij biznesi, qoftë futjen në sistem të këtyre detyrimeve të reja tatimore. Mendoj se nuk do të ketë ndikim për sa i përket administrimit tatimor. Drejtoria e tatimeve është e specializuar tashmë për këtë qëllim. Në komunat dhe bashkitë e vogla sigurisht do të kenë. Këtë ndoshta nuk mund ta them për Bashkinë e Shkodrës, e cila ka pas një drejtori taksë është mirë organizuar, mund të them, por nuk mund të pretendoj këtë organizim në komunat e vogla që kanë 1 ose 2 inspektor tatimesh. Ato mendoj se ne do të performojmë më mirë për këto bashkitë e vogla, komunat e vogla. Sa i përket krizës dhe ndikimit që ka patur ajo tek biznesi në Shkodër, drejtori i tatimeve sqaron. Biznesi i madh ka një tkurrje të xhiros, biznesi i vogël vazhdon të punojë dhe të mbijetojë. Në të gjithë vendin prej këtij viti, drejtoritë e tatimeve do të mbledhin së bashku taksën e biznesit të vogël e të madh, duke synuar rritjen e të ardhurave në buxhetin e shtetit.